Dos Ministria e Bujqësisë aty në dispozicion agronomët? Po janë janë agronomë drejtorie e bujqësisë që thjesht bëjnë statistika për Statin dhe për Ministrinë e Bujqësisë dhe nuk dinë asgjë. Unë kam thënë edhe herë tjetër, aty si fakt për produktet që eksportohen, se këto që qarkullojnë tregun e brendshëm nuk ka bile ju e ditë që para 2-3 ditësh doli një rast që ishte pamundur, doli produkti kontaminuar dhe nuk gjendej origjina, sepse ai tregtari tha unë nuk di ku e kam bler, nuk ishte faturë. Mirë, po për atë produktet që shkojnë në import do kalojnë dogan dhe është një lehtësi për ta kontrolluar dhe është një certifikat fitosanitare që lëshon një agronom i cili shkon dhe bën një shikim të produktit në një kontroll vizual dhe lëshon një certifikat që ky produkt nuk është i kontaminuar dhe ajo është një procedurë burokratike për të kaluar në dogan. Pastaj ne hasim ato fenomene që kontrollet në hyrje në Bashkinë Evropiane Kroaci dalin produktet tona të kontaminuara sepse ai produkt nuk duhet certifikohet nga ky agronom që nuk di çfarë ka përdorur fermeri, s'ka pas regjistrin e fermës asgjë, po duhet certifikohet nga ai agronom që ka ndjekur kryterjet e produkt dhe ai marrë edhe përgjegjësinë ligjore, ndërsa produkti deli kontaminuar. Pra vijon procesi zinxhir. Po është një diskurs shumë i rëndësishëm sepse ka lidhje me sigurinë ushqimore me jetën e njerëzve, ja vlen ta bëjmë. Nëse ndalemi pak edhe tek subvencioni 10% për fermerët, si e shihni këtë skemë, analizën tuaj? Po, unë pata mundësinë që të isha në Komisionin e Ekonomisë i thirrur nga përfaqësues të sindikatës së fermerëve, ku paraqita opinionet e fermerëve. Është edhe për fermerët është një masë e mirëpritur. Ka qenë propozimi i fermerëve 6 vjet më përpara që kanë kërkuar një subvencion për njësitë prodhimit. Ky nuk është motama subvencion për njësitë prodhimit, por është subvencion nëpërmjet faturës tatimore, por deri diku varet nga njësia e prodhimit dhe është parafruar propozimit fermerëve. Por ka disa të meta që krijojnë përjashtime dhe pabarazi. Krijojnë përjashtime sepse në projekt ligj parashikohet që ta përfitojnë të kompensim për 10% vetëm fermerët që shesin te subjektet që lëshojnë faturë tatimore me TVSH. Për teleshikuesët dhe për juve, biznesi jonë është i organizuar në disa fasha. Bizneset që realizojnë deri 100 milion vjetra xhiro në vit nuk janë subjekte tatimi vlerë në shtuar. Mirë, po dhe ato tregtojnë fruta perime, produktet fermerëve, lëshojnë dhe ato faturë për fermerët, por nuk është me TVSH dhe këta janë përjashtuar ashtu siç ligji është shkruar. Ne kërkuam deputetët komisionit parlamentar që ta amendojnë për ta përfshirë të fashë të fermerëve. Sepse në fakt relacioni e projekt ligjit po ta shikosh, kjo masë speciale aplikohet në Bashkimin Evropian dhe presupozohet në relacion që është marrë nga ne dhe mirë po atje ka sensin e përfshirjes, sepse kjo skemë speciale e kompensimit me normë fikse për fermerët bëhet për fermerët atje që nuk janë subjekti të TVSH-s. Mirë po këtu duke aplikuar kështu siç është parashikuar në projekt ligj, në vend që të krijojë gjithë përfshirje, krijon përjashtime. Përjashton edhe fermat e organizuara mirë që janë subjekte të TVSH se prodhojnë mbi 100 milion vit dhe këto i përjashton dhe krijon pabarazi. Pabarazin po e shpjegoj thjesht për teleshikuesin. Në rast se dy fermerë kanë prodhuar domate, mirë po ndalin në treg një javë diferencë, njëri e shet me 1000 lekë kilën dhe merr 100 lekë për kilë kompensim, njëri e shet me 500 lekë kilën dhe merr 50 lekë. Mirë, po të nevojshme këtë subvencion e ka ai që e shet me lirë, sepse çmimet i vendos tregu dhe ai ka nevojë për ndihmë, ai që goditet nga kriza e tregut. Mirë, kështu siç është, krijon pabarazi dhe ne propozuam që të bëhet ashtu siç e kishin kërkuar fermerët në tarifë fikse për kilogram dhe i shkon ndihmë atij që ka më shumë nevojë. Ju kërkuam edhe mos jepet një herë 6 muaj me procedurë burokratike, me kërkesë të inspektorëve të tatimeve, të kërkojnë faturat me postë, fatura është elektronike, mjafton çekon sistemin tatimor, dalin faturat e fermerit, kërkojnë numrin e llogarisë bankare. Se ndodh që të kërkojnë edhe kështu thoni në formë burokratike. Ka pse të ketë kjo formë burokratike, duhet të